Pazar me një këpuc. Shici këpucve, duke radhitur këpucat në vitrin, vuri re një vogëlush që po e shikonte që nga rruga. Shkollat ishin duke u mbyllur dhe në dyqan kishin mbetur atlete me shumicë. Cilësia e mallit nuk ishte ndonjë luks i madh, por ishte mjaftueshëm për një dyqan të vogël si i tij. Duke parë që te vitrina Shici po vendoste atletet më të bukura, vogëlushi u afrua edhe më shumë. Ai përdorte një pateric, madje nga ato të rëndat. Shici e pa dhe një herë me vëmendje vogëlushin. Këmbëza e majt e pantallonave që kishte veshur ishte bosh nga gjuri e poshtë. Për këtë arsye, lëkundej sa majtas djathtas. Këpucët e dyqanit e kishin mahnitur vogëlushin. Ishte disa minuta që po i shihte pa jashtëqitur syt. Kur e përmblodhi pak vete nuk kthye dhe filloi të largohej. Kur në atë moment i thërret Shici këpucëve. Vogëlush, apo mendoje të bleje këpucë? Këtë vit modelet janë shumë të bukura. Vogëlushi i tha, shumë të bukura janë vërtet, por unë kam një këmbë mangut, problem që në lindje. Shici ja ktheu, për mendimin tim ky nuk është problem. Të gjithë njerëzit kanë mangësi në këtë botë, askush nuk është perfekt. Dikujt i mungon një këmbë, dikujt i mungon një krah, dikujt i mungon truri, e disa të tjerëve i mungon ndërgjegja. Vogëlushi po dëgjonte pa thënë asgjë. Shici vazhdoi të fliste. Sikur në vend që të na mungonte ndërgjegja, të na mungonte më mirë një këmbë. Vogëlushit ju bë koka lëmsh. Këtë herë ju kthye Shici duke thënë, s'po kuptoj, pse thua kështu? Shumë e thjeshtë, tha Shici. Nëse s'kemi ndërgjegje, s'mund të hyjmë në xhenet. Ndërsa nëse s'kemi një këmbë apo një krah, nuk përbën problem, sepse në xhenet do plotësohen të gjitha mangësitë. Madje njerëzit me mangësi trupore, atje do të kenë përparësi dhe shpërblime të madh. Vogëlushi buzëqeshi i kënaqur. Të gjitha dhimbjet dhe mërzitjet që kishte ndjerë deri atë ditë, sikur ju lecuan, edhe e ndjeu veten më mirë. Shici, duke bërë me shenjë nga vitrina, i tha, ato këpucët që po shihet të shkojnë shumë, a do t'i provosh? Vogëlushi duke përkullur kokën pa çmimin që ishte 30 lekë. Për mua është e pamundur që t'i blej me këtë çmim, tha me gjysmë zëri. Për ty do e sjell më herët sezonin e uljeve, pra nga 30 lekë shkojnë në 20 lekë. Ty vetëm një këpucë të duhet, kështu që çmimi përgjysmohet duke shkuar në 10 lekë. Vogëlushi, duke u menduar pak, thot, po nëse unë blej vetëm një këpucë, ty nuk të hyn as pak në punë këpuca tjetër. E kush do e blente veç një këpucë? Ama dhe ti e gjete tani, tha me shaka Shici. Këpucën tjetër ja shes ndonjë fëmijë tjetër që i mungon këmba e djathtë, shtoi ai. Vogëlushi pasi dëgjoi këtë fjalë u lehtësua dhe e fjeti mendjen. Shici vazhdoi të fliste. Për më tepër ti je edhe nxënës shkolle apo jo? Jam në klasë të dytë dhe hidhem në të tretën, tha Vogëlushi. E po shumë mirë atëherë, tha Shici. Atëherë kjo do të thotë që çmimi të përgjysmohet nga që je nxënës dhe këpuca jote shkon 5 lekë. E merr këpucën dhe kështu e mbyllim këtë punë. Shici bashkë me Vogëlushin, që ishte ende i hutuar, u futën në dyqan. Raftet brenda ishin plot me këpucë të bukura si ato që pëlqeu Vogëlushi, por Shici mori pikërisht ato që pa Vogëlushi te vitrina. E uli në kolltuk, i hoqi këpucën e vjetër, i veshi të ren, dhe duke parë këpucën e vjetër i thot, unë e bëra punën time si shitës. Tani është rradha jote. Do isha shumë i lumtur nëse do ma shisje dhe ti këpucën tënde. Vogëlushi i thot duke qeshur, mos po tallesh, ajo është e shpuar nga poshtë e s'bën asnjë lek. Sa mbrapa qenë ke me lajme ti o vlla, tha Shici. As ke dëgjuar ndonjëherë për sendet antike? Një send antik, sa më i vjetër të jetë aq më shumë kushton, kështu që këpuca jote kushton rreth 30 deri në 40 lekë. Vogëlushi tani ishte bërë lëmsh fare. S'po kuptonte asgjë. Duhet të ishte në ëndër patjetër. S'kishte se si të ishte ndryshe. Madje në ëndrën më të bukur që kishte parë ndonjëherë në jetë. Duke parë në pëllëmbën e djersitur të Shicit 30 lekë letre, i ktheu 10 lekë duke thënë, 20 janë mjaftueshëm për mua, me që nisët edhe sezonin e uljeve. Shici nuk e prishi qejfin. I mori lekët dhe, duke mos e përmbajtur më veten, e puthi në faqe Vogëlushin. Edhe sikur të kishte shitur të gjithë mallin e dyqanit, nuk do mund të gjente një gëzim të tillë. Vogëlushi u ngrit ngadalë nga kolltuku, sikur të ishte i moshuar, duke falendëruar Shicin e këpucëve me një buzëqeshje shumë të ngrohtë, tha, baba im, pas ka pasur të drejtë, s'kam se mërzitem as pak, që jam sakat.